Formula and është një formulë shumë e rëndësishme të cilën e përdorim nëse duam po themi të shohim nëse plotësohen disa kushte ose plotësohet vetëm një pjesë e tyre. Atëherë, nëse unë dua të vendos po themi disa kushte, dua të shoh nëse në këtë rast plotësohet po themi që për menaxherin Alban ai të ketë shitur po themi mbi 20 njësi, nëse çmimi i shitjes së tij ka qenë më i madh se 7.000 lekë, dhe nëse po themi shitjet bruta kanë qenë më të mëdha se 200.000 lekë, atëherë vendos të formulën bruto dhe nëse të gjitha këto kushte që unë vendos plotësohen, atëherë ajo shënon në fund true dhe nëse nuk plotësohen shënon false. Formula vazhdon me shenjën e barazimit and hapet klapa automatikisht. Tani shënojmë kushtin e parë. Unë dua që sasia e shitur në këtë rast që është tek qeliza E3 e para të jetë më e madhe se sa po themi më e madhe se sa 25. Kushti i dytë është që dua që çmimi në këtë rast çmimi i shitur të jetë më i madh se sa 6.000 lekë. Dhe kushti i tretë është që shitjet bruto të jenë më të mëdha se sa 230.000 lekë. I jap enter. Po ta shikojmë që këtu jep false. Pse? Sepse njëri nga kushtet nuk plotësohet dhe është kushti i tretë, sepse shitjet bruto nuk janë 230.000, nuk janë më të mëdha se 230.000, por janë 225.000. Nëse unë këtu do të modifikoj një kushtin, po them do ta bëjmë 220.000, atëherë kjo automatikisht shndrohet në true. Pra nëse ky është një matës i performancës së menaxherëve, atëherë unë shoh që gjithë ata menaxherë që kjo i shfaqet me true, atëherë kanë performuar mirë dhe gjithë ato që u shfaqet me false kanë performuar keq. E njëjta logjikë si tek and funksionon dhe me formulën or, vetëm se këtu nuk është kusht që të plotësohen të gjitha, domethënë nuk del true nëse plotësohen gjitha kushtet, por del true nëse plotësohet vetëm njëri prej kushteve dhe del false nëse nuk plotësohet asnjëri prej tyre. Formula dhe logjika është e njëjtë, shenja e barazimit, në vend të and do të vendosim or dhe fillojmë të vendosim kushtet. Sasia e shitur po themi më e madhe se 25. Kushti i dytë është çmimi i shitjes më i madh se 7.000 dhe kushti i tretë shitjet bruto më të mëdha se sa po themi 250.000. Në këtë rast del true, pra del e vërtet sepse plotësohen dy kushtet. Edhe nëse këtu do ta modifikojmë, do ta bëjmë nga 25 në 35, përsëri del true, pra del e vërtet sepse plotësohet të paktën njëri nga kushtet, dhe nëse këtu do ta bënim nga 7.000 po themi 8.000, del false sepse asnjëri nga kushtet nuk plotësohet. Pra tek formula or mjafton që vetëm njëri prej kushteve të vendosura, pra kushtet mund vendosim jo vetëm 3, mund vendosim sa të duam. Nëse vetëm njëri plotësohet, ajo na shfaq, pra na tregon që është i vërtet, pra na jep true, dhe nëse del e gabuar na jep me false. Tani nëse unë dua që të vendos vetëm një kusht dhe nëse ai plotësohet të më jap të më shfaq true, dhe nëse nuk plotësohet të më jap false, është formula true or false. Dhe këtë do ta shënojmë me if. Pra me formulën if do ta integrojmë formulën if brenda saj, hapim klapët, atëherë unë dua të shoh që nëse sasia e shitur e menaxherëve të jetë më e madhe se sa 25, për mua menaxherët kanë performuar mirë. Jap enter dhe shoh që në këtë rast për menaxherin Alban, në këtë rast pra del true, ai do thotë ka performuar mirë sepse plotëson kushtin që un kam vendosur. Mund të jetë edhe kushti e treshi po themi barabartë me 30. Në këtë rast na jep false, pra nëse nuk plotësohet ky kushti, pra mjafton që un të vendos një kusht dhe nëse i plotësohet del e vërtet, nëse nuk plotësohet del false.